Kryetari i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi vuri theksin tek rëndësia e integritetit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe të gjithë profesionistëve që zbatojnë ligjin, duke cilësuar atë si një nga shtyllat kryesore të besimit të qytetarëve te drejtësia. Sipas Sadushit, një shoqëri mund të tolerojë gabimet njerëzore, por e ka shumë të vështirë të pranojë mungesën e integritetit, pasi ajo cënon drejt për drejt besimin te sistemi i drejtësisë. Ai theksoi se një jurist mund të ketë njohuri të shumta profesionale, por në mungesë të integritetit, ato njohuri mund të shndrohen në pengesë për drejtësinë. Sipas tij, një profesionist i mirë i ligjit nuk matet vetëm nga ajo që di, por edhe nga kufitë etik që nuk pranon t'i kalojë. Sadushi nënvizoi se integriteti nuk është një kërkesë që u takon vetëm gjyqtarëve. Ai duhet të karakterizojë në të njëjtën mas edhe prokurorët, avokatët, si dhe çdo në punës publik që ka përgjegjësi për zbatimin e ligjit. Nëse dia është themeli i profesionit të juristit, integriteti është themeli moral i saj. Një shoqëri mund të tolerojë përkohësisht gabime profesionale, sepse gabimi mund edhe të korrigjohet. Një shoqëri e ka shumë të vështirë të pranojë mungesën e integritetit, sepse ajo prek besimin tek vetëdrejtësia. Dia pa integritet nuk i shërben drejtësisë. Ajo mund të kthehet në formalizëm, në oportunizëm ose në aftësi për ta përdorur ligjin jo për të mbrojtur të drejtën, por për të justifikuar padrejtësinë. Për këtë arsye, një jurist që di shumë, por nuk ka integritet, nuk është forcë për drejtësinë. Ai mund të bëhet pengesë për të. Prandaj një mesazh që duhet ta ndaj qartë me të gjithë ju është: juristi i mirë nuk matet vetëm nga ajo që di, por edhe nga kufit që nuk pranon t'i kalojë. Ai nuk pranon të shtrëmbrojë faktet, të përdor ligjin kundër qëllimit të tij, të hesht kur e drejta deformohet, apo ta shoh profesionin vetëm si mjet karriere, përfitimi apo ndikimi. Integriteti nuk është fjalë morale, një fjalë formale dhe as vetëm një parim i shkruar në kodet e etikës. Ai është mënyra të menduarit dhe të vepruarit, është aftësia për të ruajtur dinjitetin profesional dhe rrethanat kur janë të vështira, kur presioni është i madh dhe kur rruga më e lehtë nuk është rruga më e drejtë. Integriteti nuk kërkohet vetëm nga gjyqtari. Ai kërkohet nga çdo jurist, nga prokurori që vendos për ndjekjen penale, nga avokati që mbron interesat e klientit pa cënuar të vërtetën, nga nënpunësi publik që zbaton ligjin, nga akademiku që formon brezat e rinj, dhe nga këshilltari ligjor që orienton vendimarrjen institucionale. Në secilin prej këtyre roleve, integriteti nuk mbetet një cilësi personale, ai kthehet në mënyrë se si qytetari e përdor ligjin dhe drejtësinë në jetën e përditshme. Kryetari i Gjykatës së Lartë u ndal gjithashtu tek rëndësia e profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë në ushtrimin e detyrës. Ai tha se besimi i qytetarëve te drejtësia nuk ndërtohet vetëm nga vendimet që jepen në sallat e gjyqit, por edhe nga serioziteti, korrektësia dhe profesionalizmi atyre që administrojnë sistemin. Sipas Sadushit, çdo vendimarrje në sistemin e drejtësisë shoqërohet me përgjegjësi të madhe, pasi pasojat e saj prekin drejt për drejt jetën e njerëzve, institucionet dhe vetë shoqërinë. Prandaj besimi dhe drejtësia nuk ndërtohet vetëm nga vendimet e dhëna. Ai ndërtohet çdo ditë nga veprime të vogla, nga qëndrime të ndershme, nga korrektësia profesionale dhe nga serioziteti me të cilin trajtohet çdo çështje dhe çdo qytetar. Në këtë kuptim, integriteti është ura që lidh dijen juridike me besimin publik. Pas dijes dhe integritetit, vjen natyrshëm një dimension i tretë, për të cilin dy të parat mbeten të paplota: përgjegjësia. Dija i jep juristit mjetet për të kuptuar ligjin, integriteti i jep forcën morale për të mos e përdorur atë në mënyrë të padrejtë. Ndërsa përgjegjësia i kujton se çdo veprim profesional, çdo qëndrim juridik dhe çdo vendimarrje prodhon pasojë reale mbi njerëzit, mbi institucionet dhe mbi shoqërinë. Në këtë kuptim, përgjegjësia nuk është një nocion abstrakt. Ajo fillon me kujdesin ndaj faktit, me ndershmërinë në leximin e provave, me korrektësinë në përdorimin e ligjit dhe me seriozitetin në ndërtimin e argumentit. Një jurist i përgjegjshëm nuk kërkon thjesht të fitojë një debat, të mbrojë një pozicion apo të arrijë një rezultat të dëshiruar. Ai kërkon që qëndrimi i tij të jetë i arsyetuar, i ndershëm dhe i mbështetur në ligj. Prandaj përgjegjësia e juristit është në radhpar përgjegjësi ndaj arsyetimit. Arsyetimi juridik është pika ku takohen dija dhe integriteti.